Unë jam Derkuza Pepa, ndërsa ky këtu është Gjorgji. Dhe kjo është mami Dos. Dhe ky është babi Der. Derkuza Pepa. Krijesat e vogla. Pepa dhe Gjorgji po ndihmojnë gjyshin që të mbledh perimet. Pepa, javën salata jeshile. Faleminderit gjysh. Oh, çfarë është ky? Au! Brota lakrës është një gjë e frikshme. Përbindesh. Ai nuk është përbindësh, është një kërmill i vogël. Oh, ku shkoj? Është fshehur në guackën e tij. Aty jeton ai? Po, është shtëpia e tij. Shiko, po del përsëri jashtë. Ç'kemi zoti Kërmill? Gjysh, a ka Kërmilli krevat e shtëpia e tij? Jo, çfarë thua, Pepa? Po të isha një Kërmill, do të kisha krevat, tavolinë, karike, frigorifer edhe një televizor. Gjysh, çfarë han Kërmilli? E po, si të thuash, më shumë han perimet e mia. Ej, ndalo mora lupës, çfarë bën ashtu? Gjysh, unë edhe Gjorgji dua të bëj si Kërmill. Këto shporta mund t'i bëjmë si guaska tuaja. Ja, kështu, tani dukeni si dy kërmillat të vegjël në lupsa. Unë do t'i haj të gjitha sallatat jeshile të gjyshit. Ej, largohuni nga sallatat e mia të dashura, ju kërmill lupsa. Edhe kur gjyshi do më bërtas, do të fshem në shtëpinë time të vogël. Sapo erdhën të gjithë miqtë e Pepas. Përshëndetje gjysh. Përshëndetje, Suzi. Erdhët që të luani me Pepën dhe me Gjorgjin? Po? E po, unë nuk e di ku janë ata. Si që shikoni, këtu jam vetëm unë dhe këta dy kërminjt. Ne jemi dy kërmill të vegjël. Ne jemi dy kërmill të vegjël. Surpriz! Ne po bënin si kur ishim kërmill. A mund të bëhemi edhe ne kërmill? Mendoj se nuk kam shporta për të gjithë juve që t'ju mbuloj. Mos u mërzisni, ju mund të bëni edhe shumë gjëra argëtuese në kopshtin tonë. Karota? Lepurushe Rebekës i pëlqejnë karotat. Jo, Rebeka, jo karotat. Eja këtej të lutem. Çfarë janë ato zhurma aty? Më duken se ato zhurma vijnë nga ajo shtëpiza. Gjyshi, a mund të më thuash? Përse ka zhurmë të shtëpia e kukullës? O jo, nuk është shtëpia e kukullës, Pepa. Është shtëpia e Bletës. Ajo quhet koshere. Oh! Shikoni, ja njëra prej tyre. Çfarë po bën ajo? Ajo po mbledh nektarin e luleve dhe më pas kthehet në koshere për ta bërë mjalt. Ha, mua më pëlqen mjalti. Le të bëjmë sikur jemi blet. Po, le të bëjmë si Blet atëherë. Bzz, bzz, bzz. O, sa shumë blet punëtore. O, sa shumë. Po, ne jemi blet punëtore. Tani do të kthehemi në kosher për të bërë mjalt. O, zoti madh, çfarë po bëni kështu? Gjyshe, ne jemi blet punëtore. Pa më thoni, a doni pak buk o blet punëtore? Po, duam! Me çfarë doni të lyer bukën ju blet punëtore? Me mjalt! Shumë mirë, sepse këtë unë e kisha përgatitur buk me mjalt. Ura! Mua më pëlqen të jem Blet.
sepse ato bëjnë shumë mjalë të mirë. Mua më pëlqen të jem kërmill, sepse ato han gjithë sallatën e gjyshit. Moj lupse, do të hash për vete të gjitha të?